Në qendër të qytetit të Gramshit, atmosfera festive e fundvitit erdhi me ceremoninë tradicionale të ndezjes së pemës së vitit të ri. Pema e mbushur me mira ndriçime shumë ngjyrëshe, ishte momenti kulmor i aktivitetit, ndërsa efekti i saj veçantë vizual krijoi një atmosferë të ngrohtë e plot emocion. Dhjetra familje, fëmijë dhe qytetarë të gjitha moshave vlerësuan atmosferën e krijuar, duke theksuar rëndësinë e këtyre aktiviteteve që sjellin njerëzit më pranë njëri tjetrit. Ceremonia u shoqërua nga një koncert i veçantë, ku fëmijët performuan këngë dhe kërcime. Këtë natë festive ne kemi organizuar vetëm për ju, sepse ju jeni dhe motivi i këtyre festave, ju jeni motivi për cilin ne të rriturit punojmë çdo ditë, qoftë në jetën tonë private, por qoftë edhe në detyrat publike që kemi, për ta bërë jetën e fëmijëve më të mirë, më të gëzueshme, më të hareshme. Pikërisht për të tilla gjëra është edhe ky moment. Më herët edhe Elbasani dhe bashkitë e tjera të qarkut çelën zyrtarisht atmosferën e festave të fundvitit. Qyteti është veshur me dekor festiv, ndërsa zbukurimet e fundvitit kanë krijuar një pamje magjike.